Njeriu I mençur është ai I cili nuk naqet për veten e vet që ta kërkojë rrezikun prej tjerëve apo të lyp prej tjerëve, por e kërkon atë prej djersës së vet, prej punës së vet. Dhe në këtë na nxit feja jon, feja islame. Profeti alayhi salatu wasalam thotë askush nuk ha diçka më të mirë sesa atë që ha prej ushqimit të dorës së vet, prej punës së vet. Po kështu ka thënë, nëse tani bëhet kiameti dhe dikush e ka në dorën e vet një pemë të vogël, një fidan të vogël për ta mbjell, pra supozohet, sepse kjo nuk mund të ndodhë, që në kohën e kiametit të jetë dikush me të bëjë një vepër të mirë në atë moment. Nëse mundet ta mbjell atë fidan, le ta bëj. Pra dhe në atë moment, çka është e pamundur, përpiqet ta bëj. Pra ta bëj punën e mirë, punën e khairit. Thot Ibn Abbas radhiyallahu anhuma duke na rrëfyer për profetët e ndryshëm, se si kanë patur punë të ndryshme dhe profesione të ndryshme, ka thënë se Ademi alayhis salam ka qenë që merrej me mbjelljen e tokës. Nuhu alayhis salam ka qenë zdrukthar, Idrisi ka qenë rrobaqepës. Më pas thot se Ibrahimi dhe Luti alayhimus salam kanë qenë buqër. Salihu ka qenë tregtar, Daudi ka qenë kovaçan, Musai, Shuaibi dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë barin. Pra barin të baktive halal. Madje profeti sallallahu alaihi wasallam është marrë me tregti, sikur se dihet.